Izraeli mori mbështetjen amerikane për të hapur portat e ferrit mbi Gazën. Kështu deklaroi ministri ekstremist i sigurisë kombëtare të Izraelit, Itamar Ben-Gvir. Duke folur për mediat, ai tha se në vend se të lejojnë ndihmat humanitare në Gaza, duhet të nisin një sulm vendimtar për të inkurajuar emigrimin nga rripi i Gazës. Këto krime dhe ky gjenocid që edhe pak do të mbush vitin e dytë. Kështu po inkurajohet nga zyrtarët sionist dhe kuptohet që nuk po ndodh në heshtje, por mbrohet, justifikohet dhe furnizohet nga superfuqitë perëndimore në krye Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat jo vetëm që i kanë dhënë Izraelit mbështetje pa kushtëzuar politike, por edhe armë, fonde dhe mbulim diplomatik në forumet ndërkombëtare. Deklaratat për të drejtën e Izraelit për të mbrojtur janë kthyer në licenca që Izraeli po i shfrytëzon për të vrarë fëmijë dhe për të zhdukur një popull në pretekstin e luftës kundër terrorizmit. Ky është jo vetëm një krim kundër palestinezëve, por edhe një turp historik për rendin ndërkombëtar, për ligjin ndërkombëtar humanitar dhe për çdo vlerë që perëndimi pretendon të përfaqësojë. Ndërsa bombat bien mbi Gaza, perëndimi hesht dhe ndihmon, duke bërë që gjenocidi të mos jetë vetëm krimi i Izraelit, por edhe bashkëpunim aktiv i aleatëve të tij perëndimor.